Louise Haley ble vilën €1.000.000. Louise Haley, fituesi i edicionit të dytë të Big Brother Albania dhe i njohur nga fansat si mbreti Big Brother, ka bërë një investim të rëndësishëm në jetën e tij, duke bler një vilë luksoze në zonën e Tegut në Tiranë. Sipas burimeve të besueshme, çmimi i kësaj prone arrin vlerën e konsiderueshme prej €1.000.000. Këngëtari i njohur, i cili fitoi zemrat e shqiptarëve gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ka vendosur të investojë në këtë pronë të veçantë me synimin për të krijuar një familje të madhe. Vila e re ofron hapësirë të bollshme, jo vetëm për jetën e përditshme, por edhe për të pritur dhe akomoduar familjarët e tij sa herë që ata dëshirojnë të vinë për vizitë. Në një postim prekës në rrjetet sociale, Louise Haley ka ndarë lajmin me fansat e tij, duke mos harruar të shprehë mirënjohjen e thellë për mbështetjen që i është dhënë. "Kjo është shtëpia jonë e re, një ëndër që bëhet realitet fal jush", ka shkruar këngëtari, duke bashkëngjitur disa fotografi të vilës së re. Louise ka folur hapur për ndryshimin drastik në jetën e tij pas Big Brother. "Para se të hyja në shtëpinë e Big Brother, isha në një gjendje shumë të vështirë financiare. Kishte ditë kur nuk e dija se si do të paguaja qiran e muajit të ardhshëm", ka rrëfyer ai. "Tani fal mbështetjes së tuaj, jeta ime ka ndryshuar plotësisht. Jam përjetësisht falënderues." Vila e re e Louisit ndodhet në një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit, pranë Tegut. Prona përfshin një sipërfaqe të konsiderueshme toke, kopësht të gjerë, pishinë dhe hapësira të bollshme për aktivitete familjare. Ambientet e brendshme janë të pajisura me teknologjinë më të fundit dhe mobilim bashkëkohor, duke reflektuar stilin dhe personalitetin e pronarit të ri. Pas fitores së Big Brother, Louise Haley ka përjetuar një rritje të jashtëzakonshme të karrierës së tij muzikore, duke lançuar këngë të reja dhe duke marrë pjesë në koncerte të shumta. Gjithashtu, ka zgjeruar aktivitetin e tij me angazhime të ndryshme në media dhe projekte të tjera, të cilat kanë kontribuar në përmirësimin e gjendjes së tij financiare. Po ju, çfarë mendimi keni mbi këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.